Kosova do të luajë të martë ndeshjen më të rëndësishme në historinë e saj, përballë Turqisë në stadiumin Fadil Vokri. Finalja e play-offit për kualifikimin në botrorin 2026 nis në orën 20:45 dhe pritet të jetë një sfidë vendimtare për Dardanët. Pas fitores madhe në Bratislav ndaj Slovakisë, atmosfera në kampin kosovar është shumë pozitive. Sulmuesi Fisnik Aslani thekson se skuadra ka fituar vetbesim dhe është gati për këtë përballje historike. Atmosfera është shumë e mirë në ekip. Fitoria na ka dhënë vetbesim dhe ndaj Turqisë shpresojmë të bëjmë një ndeshje të madhe. Do t'i kemi tifozët pranë dhe synojmë fitoren për të shkuar në botror, u shpreh ai për Federatën e Futbollit të Kosovës. Aslani shton se favoritët vendosen vetëm në fushë. Nuk ka rëndësi kush cilësohet favorit. Edhe Slovakia dhe Suedia ishin të tilla. Ne do të bëjmë punën tonë dhe do t'japim maksimumin, pastaj flet rezultati. Ai pret një atmosferë elektrizuese në tribuna. Presim mbështetje të madhe nga tifozët. Ne do ta lëmë zemrën në fushë dhe bashkë me ta mund ta fitojmë këtë ndeshje. Në prag të kësaj sfide vendimtare, edhe portieri Arjanet Murić ka shprehur besimin maksimal te skuadra. Jemi gati dhe besoj se do të jetë një natë e bukur në Prishtinë. Do t'japim gjithçka për të fituar. Deri në fund asgjë nuk përfundon dhe tani gjithçka është në dorën tonë. E kemi merituar të jemi këtu dhe do t'japim maksimumin për fitoren, deklaroi ai. Gardiani i portës nuk harroi të falenderojë tifozët për mbështetjen e vazhdueshme. Mbështetja e tifozëve ka qenë e jashtëzakonshme. Kanë qenë gjithmonë pranë nesh dhe jemi mirënjohës. Shpresojmë t'i bëjmë krenar duke dhënë maksimumin në fushë. Kosova është vetëm një hap larg historisë dhe gjithë vëmendja është te përballja e madhe e së martës, ku Dardanët synojnë të shkruajnë kapitullin më të artë të futbollit të tyre. Amir Rahmani ka qenë mungesa kryesore e Kosovës në ndeshjen ndaj Slovakisë, por edhe për finalen e play-offit kundër Turqisë.